gjatë ditët e fundit kemi parë një dashuri mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, ku kanë shkëmbyer plot video me njëri tjetrin, ku i bëjnë dedikime, ku je ti e ku është tjetri. Si e shikoni këtë dashuri të të dy kundërshtarëve tuaj tashmë, pasi dhe Lul Bashën e keni shpallur armik? Tani, ate që kishin të fshet, e nëzorën hapur, ka që mund them, se dashurit janë me faza, e kanë fazën latente, e kanë fazën publike e tjerë. S'ka gjatë e kishën ata, e dolën publikisht. Zoti ja u shtoft. Faleminderit.